1181 kandidat, një numër rekord. Tani, unë e kuptoj që subjektet politike mundohen të vendosin sa më shumë emra për të hequr potencialisht sa më shumë vota, por tani, kur ka kuantitet, a ka kualitet, është pyetja konkrete. Jo, natyrisht, jo do kvantiteti të vetë kualiteti. Dhe ne, nëse shikojmë historikun e kuvendit të Kosovës prej mandatit parë dhe deri tash, e shohim që çdo herë e më tepër cilësia e kuvendit të Kosovës, pra të deputetëve që zgjidhen nga qytetarët e Kosovës, është gjithmonë më adopt. Dhe kjo e fundi që nuk e pat fatin të vazhdoj punën e saj, ishte ndër më të në historinë e kuvendit të Kosovës. Dhe pikërisht këta njerëz janë prapë kandidatë shumica për tyre. Dhe natyrisht unë nuk pres ndoj mrekulli në aspektin e kualitetit, por megjithatë, në secilin parti politike e gjen një dhëçe cilësore, ose një dhëçe që e identifikon partinë përkatëse. Për shembull, mund ta gjesh një dhëçe të mirë, e ki Hikmetin, e ki Abdullahun, e ki Ugrugovën e të tjerë. Në VV e ki një dhëçe pashtu që identifikon vetëvendosjen, Dimaj Basha, Mefi, kjo Liza Dashi, këta janë pasqyra vetëvendosjes, e gjen një dhëçe aty. E ki në PDK dhëçën po ashtu që identifikohet PDK me dhëçë, është Bedreu, është Agat Deqa, është Gjevita Liti, është Uran Ismaili. Prandaj, kudo e gjen një dhëçe për pasu partinë, ashtu sigurisht në aty që ki një dhëçe, e ki Bek Berishën, e ki Ramush Haradinaj, e ki Daut Haradinaj, e ki Time Kadrijaj. Pra, votuesi nuk mund të ankohet që nuk përgjen një dhëçe.